Kandidati i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri ka zhvilluar një takim me ish ushtarak dhe veteran të qytetit të Sarandës. Gjiknuri cilësoi ata si kontributorët ndër vitet të Partisë Socialiste, duke shprehur mirënjohjen për mbështetjen e përhershme që kanë treguar. Gjiknuri theksoi faktin se qeveria shqiptare ka përfshirë në programin e vet që në janarin e 2026 pensioni minimal të shkojë 200 euro dhe pensioni mesatar në mandatin tjetër të shkojë 400 euro. Ai e cilësoi rritjen e pagës mesatare dhe rritjen e skemës së pensioneve si kontratë sociale të Partisë Socialiste me kategorinë e pensionistëve. Unë dua t'ju përfaqësoj, unë në karrierën time jam munduar të bëj më të mirë për këtë qark dhe në qytetin e Sarandës dhe në bashkinë Sarandë. Sa kam pasur mundësi kam ndikuar për shumë investime që ju i keni bërë realitet, në kohën time u bën dhe linja tensionit, energjia, tuneli e tjera sa i bëri qeveria Rama, po mua më dha rast si ministër të kisha mundësi të ndikoja. Dhe unë besoj te ky qytet, besoj te mundësitë potenciale që ka, besoj edhe tek njerëzit. Ju jeni njerëz punëtor, jeni njerëz shumë të qetë, unë kam kënaqësi t'ju përfaqësoj. Edhe të bëj më shumë, edhe për ju si qytetar, edhe për moshën tuaj, edhe për shoqata tuaja. Nëse unë marr mbështetjen e qytetarëve në masivitet, unë do të jem deputeti juaj këtu për të marrë për ditë me problematikat tuaja. Lista e Partisë Socialiste në Vlorë është një spektër. Unë vi si Damian të kërkoj mbështetjen e qytetarëve të Vlorës, të qarkut të Vlorë dhe të Sarandës për deputet. Prandaj do doja që kush e ndjen veten shumë të afërt në historinë e kësaj partie, me emrin e Damian Gjiknurit gjeti përfaqësuar. Kandidati socialist Gjiknuri kërkoi mbështetje masive përmes votës për Partinë Socialiste dhe për emrin e tij si kandidat, duke theksuar faktin se në karrierën e tij politike është munduar të bëjë më të mirën për qytetin e Sarandës, duke ndikuar për shumë investime që janë bërë realitet, si linjat e tensionit të lartë, energjia, tuneli dhe shumë investime të realizuara nga qeveria Rama, por dhe me ndikimin e tij si ministër. Gjiknuri pohoi se nëse merr mbështetjen masive do të jetë deputeti që çdo ditë do të merret me problematikat e banorëve të Sarandës. Dhe veteran dhe ish ushtarak që janë një pjesë e pandare jona, unë i ndjej në zemrën time si Damian. Jo vetëm origjinë familjare, por dhe besimin dhe bindje që kam për sakrificat që keni bërë, për kontribute për atë detarinë. Ky vend ka nevojë për atë detarisë. Se ka një piramidë vlerash. Në fillim njerëzit kanë nevojë bazike për jetën, pastaj ngrihen, po në fakt maja e piramidës është ndjenja e përkatësisë, e krenarisë e identitetit. Çdo gjë mund të tregtoj njeriu, po identitetin dhe emrin e tij se tregton dot. Qeveria shqiptare e ka përfshirë që në janarin e vitit 2026 pensioni minimal shkoj 200 euro minimali. Pensioni mesatar mandatit tjetër shkoj 400 euro. Këtë gjë e kemi deklaruar që do ta bëjmë. Rritja e pagës mesatare dhe rritja e skemës pensioneve, kjo gjë do bëhet e mundur. Do të jetë kontrata sociale jona, se mundësit janë dhe ju e meritoni. Takimi me ish ushtarakët dhe veteranët e Sarandës ishte takimi radhës që kandidati socialist Damian Gjiknuri po zhvillon në kuadër të fushatës së tij elektorale.